është roli i Vesës, është një rol sfidues në gjithë karrierën time. E kam pritur, kam pas shumë vite që dëshiroja një rol të tillë dhe isha në kërkim të një roli të tillë. Dhe në fakt erdhi shumë rastësisht. Si thot populli kur duhet të bëhet gjëja ndodh. Ka qenë në një aktivitet që kemi pas me Driada Dervishin, ishim mbledhur në kuadrin e ditëve kundër dhunës ndaj gruas. Para 2 vjetësh ishim mbledhur aty dhe aty lindi dhe biseda që nëse unë doja të bëja një monodram dhe Anisa sa pse jo. Fola dhe me Suelën, ishte e pa planifikuar. Anisa solli tekstin dhe ajo që më vjen mirë ta them është se ai tekst është shkruar për mua. Unë duke qenë aktore për shumë vitesh këtu në teatrin Aleksandër Mojsiu, kam qenë pjesë pothuajse të gjithë repertorit shfaqjeve, por kam luajtur jo role të të shkruara për mua dhe për kjo për mua është flet shumë. Unë Suelën përveç se regjizore, e kam mikesh, e kam një kolege shumë të mirë dhe punën me Suelën, domethënë në punën me Suelën unë jam ndjerë privilegjuar, pasi tek Suela edhe unë shfrytëzova 2 anët që ka Suela, një aktore shumë e mirë, por dhe një regjizore shumë e mirë filmi. Dhe monodrama për shkak të intimitetit që ka si pjesë dhe që jepet në këtë sallë të vogël, ka nevojë për atë vërtetësinë që kërkon filmi. Kështu që kemi arritur në ato kufi, domethënë për të bërë jo një teatr siç bëhet teatr në sallat mëdhaja, po për të patur atë vërtetësinë që aktori ka para kameras filmit. I dashur publiku më besnik i joni, publiku i qytetit të Durrësit, që na ka ndjekur, na ndjek dhe do na ndjek me shumë besnikëri, edhe në këto kushte që ne nuk kemi një sallë të vërtet teatri, për shkak se institucioni po restaurohet, e dim që do vi dhe do mbushi sallën e QKF-s. Kështu që jeni të ftuar në datat 24, 25 nëntor, si dhe në datën 3, 4 dhjetor në sallën e QKF-s. Do dilni nga kjo dram duke u menduar. Jam shumë e sigurt.